Ishte ky videoklipi më i ri i Leonora Jakupit Mëngat, i cili na hallakati. E tani ndrojmë temë. Estrada jon është e mbushur me lloj-lloj këngëtar. Disa prej tyre dikur ishin të huaj, ndërsa disa tani janë bërë tamam kosovar, ku jetojnë dhe veprojnë këtu. Kanë sjellur hite të shumta, shpeshherë kanë eksperimentuar edhe me llukun e tyre, por ne asnjëherë nuk i kemi analizuar se sa orator janë. Disa prej tyre ende kanë vështirësi në të shprehur, e disa shpeshherë gabojnë në gjuhën shqipe. Për më shumë detaje, ndjekim bashkë materialin e përgatitur në vazhdim. Në vendin ton të vogël ku numri i banorëve të përgjithshëm është 2 milion, fatin për të qenë VIP e kanë vetëm një pjesë e caktuar. Të gjithë i njihni në emra ose me hitët që i kanë sjell. I shihni me shumë stil nëpër videoklipe dhe u dëgjoni zërat magjik nëpër mbrëmje e koncerte. Por a ju ka rënë në sy, pjesa kur ata janë mysafir nëpër emisione, japin intervista, flasin për tema të caktuara, thjesht prononcohen para kamerës. Disa prej tyre ja dalin mirë, ka nga ata që kanë jetuar jashtë vendit dhe gjuha i u shkakton problem, por më e keqja është kur disa edhe nuk dinë se çfarë flasin. Pa dashme t'ingullu vrasht e disa ftyra publike, jo vetëm ata që jetojnë jashtë vendit ose kanë lindë dhe janë rritë atje, po dhe shumë ftyra publike që kanë lindë dhe janë rritë në Prishtinë apo në vendet tjera të Kosovës, kanë problem me oratori, kanë probleme të shprehun. Sa që në shumë raste, në shumë emisione, nga njëherë kur fillojnë me dhanë përgjigje, aq kot i afuse, sa që të bëhet, na që i shikojmë, pavarësisht jam gazetare ajo, të bëhet më hynë televizion dhe mi thonë, çka je ti folë o vajs? Ajo të e ditë vetën se për çka je ti folë. E aq ma tepër kur ajo është fytyrë publike. Fatkeqësisht mungesa e të shprehurit është prezente shumë fytyra tona publike. Pse ndodh kjo? Dhe ku qëndron problemi i VIP-ve tanë që nuk dinë të shprehen? Unë mendoj që është formim personal i secilit. Duhet lexuar ndoshta pak më shumë në mënyrë që të tingëllojnë më të artikuluar kur dalin në media, sepse në media, në intervista, ata nuk dalin vetëm për të shitur imazh, gjë që e bëjnë me performancat e tyre, por për të shitur mend, për të na treguar saktësisht se çfarë mendojnë dhe çfarë kanë krijuar. Ajo është ajo që i intereson audiencës. Nuk është problemi vetëm të shprehurit drejt për drejt. Ata siç duket që kanë njësoj edhe në përgjigjet të shkruara. Pavarësisht asaj që na vjen me pa nëpër televizione kur përgjigjen live ata janë të tmerrshëm edhe në emaila. Nuk di, ju ka ra me pa disa emaila kur i kthejmë përgjigjet që drejt shkrimin mos ta plasin, po dhe përpilimi i fjalisë është mizerje. Derisa fansave ju intereson gjithçka rreth të parapëlqyerve, është i vetmi gazetari ai që ju sjell risitë e tyre. E problemi në të shprehur i artistëve tanë mbajnë një dozë vështirësie edhe për gazetarët. Jemi lodhur me përgjigje po, jo, Këto vërtet janë ato që nuk na hyjnë neve në punë si gazetar, që na prishin në fakt shumë punë, pasi nuk na japin materiale as për të nxjerrë lajm dhe as për të mbushur emisionet tona, por gjithashtu irritojnë edhe audiencën e cila ndjek aktivisht. Dhe shumë keq na lajnë edhe neve gazetarëve në shumë raste, sa që kur vjen punat e citimet e ato thojzat, na mundu m'ja zbukuru pak që në sytë e lexuesit apo shikuesit mos më dalë keq. Po aq e thatë është përgjigja aty në sa që nuk e as çka zbukuron. Dafina Zeqiri është nga të tillë artist që ka mungesë në të shprehur. Ajo ka jetuar në Suedi, por ka pasur mjaft kohë që ta mësoj shqipen, pasi tash sa vite jeton dhe zhvillon karrierën në Kosovë. 4 gjërat më me vlerë për Dafina Zeqirin, cilat janë? Prej klipeve? Jo, 4 gjërat më me vlerë për ty. Çka ti konsideron me vlerë, dhe me thonë për vetveten tonë? Aty a përfshihet familja, fansa. Është shoqënia që i kam, shoqëninë që i kam pas prej fillimit që më kanë mbështet. Është vërtet tek ajo mungesa e shprehjes së mirë në gjuhën shqipe. Te Dafina Zeqiri mendoj që ndikon vërtet mosnjohja e mirë, familjarizimi jo i duhur me gjuhën anëtare, me gjuhën shqipe, se konceptet nuk është se i ka shumë të dobta. Edhe Genta Ismaili shpeshherë ka probleme me gjuhën dhe në shumë raste përgjigjen e kthen në anglisht e jo në shqip. A thua, nuk i mjaftuan 10 vite ta mësoj gjuhën tonë? Sporti ideal? Bears, Chicago. Genta Ismaili? Eranda sot shkëlqen në çdo lloj mënyre, duke fillu prej stilit që e ka vesh,
prej stilit që e ka vesh. Genta Ismaili ka pasur kohën e dur, ka pasur luksin që të mësohet, pavarësisht që është rritur në një frymë tjetër në Amerikë. Besoj që ka pasur kohën adekuate për të mësuar dhe për të thënë më mirë ato që duhet thënë. Megjithatë, prodhimtaria, aktiviteti i shumë, me sa duket e ka lënë pak mbrapa. Do të kishte qenë mirë që të bënte një pauzë të shkurtër, që fletonte pak më shumë dhe më pas ta shinim Gentën që duam ta shohim të gjithë. Nuk janë të vetmet Dafina e Genta. Adelina Berisha është një tjetër emër që nuk i pëlqejnë edhe aq prononcimet, pasi jo çdo herë gjen përgjigje për të na dhënë. Gjithmonë për mu Ziko është kom mbet, njeriu Ndërsa Fjolla Morina, edhe pse nuk ka probleme me gjuhë të huaja, ndoshta ka pak problem me kamerën, pasi nuk ndihet shumë e qetë në rastet kur dikush ja drejton mikrofonin. Jena botëm, zakonisht në klaba kur dalim krejt kënaqëm, kcena, kalojna shumë bukur, edhe bomi tem, bomi e pina duani shumë, s'bëm në pipo, e pina që me bo. Edhe pak alkohol, kjo është. Edhe reperi Klepto nuk është aq orator. Fajt për këtë duhet i ketë Amerika, pasi shumë vite ka kaluar atje e mungesa e komunikimit në gjuhën e kombit ka bërë që ai të jetë më i ngurtë në të shprehur. Shkjo të veni ku rinë ana, shtu Duplex Lounge. Është shumë ven nice këtu, me qilit, lay back. Vina shtu me dostat e mi shpesh të rina, puna mua vetë, sene vene. Ishin këta vetëm disa prej artistëve tanë që kanë probleme oratorin. Shpresojmë që në një të ardhme të marrim përgjigjet e duhura, ndërsa këngëtarët e rinj urojmë që të hyjnë të kompletuar në skenë.